Përshëndetje, ja ku jemi përsëri bashk. Unë sot do të vi me një recetë supe. Është një recetë super e shijshme, po dhe me plot vlera ushqyese. Shkojmë te këndi i gatimit për të përgatitur këtë recetë. Vendosim rukullën, të cilën unë e kam pas në ngrirje, sepse më teproi një ditë dhe thash për mos më prishur, po e vendos në ngrirje dhe ta përgatis në një ditë supë. Ja dhe dita sot erdhi. Kemi vendosur rukullën, udhrat, të cilën janë shumë të mira për organizmin tonë, janë antioksidant, karotën, selinon, gjithashtu edhe pataten. Do t'i vendosim tani 2 lugë gjelle me vaj ulliri. Për këtë supë mjaftojnë 2 lugë gjelle me vaj ulliri. I vendosim ujin e ftohtë, s'ka rëndësi se çfarë ujë do t'i hedhni. Unë i kam edhe ujë të ftohtë dhe do e lëm të ziej për 10 minuta. Përbërësit që unë po përgatis sot këtë recetë, pjesa më e madhe janë jeshile. Kështu që dhe supa në dali në ngjyrë jeshile, mbase syri nuk do të kënaqet me atë ngjyrë, po ju premtoj sepse kjo recetë ka shumë vlera ushqyese. I shohim perimet, na kanë zier apo jo. Marrim patate, zakonisht patatet zihen shumë shpejt në fakt, ka zier, po dhe perimet e tjera kanë zier, selinoj gjithashtu me rukull, dhe do i grim me blender. Do t'i grim plotësisht, derisa të përfitojmë një mas kremi. I vendosim një lugë me kurkuma, piper të zi dhe pak krip. Dhe i grim përsëri me blender, nuk i trazojmë e blender sepse edhe nuk ta shihni edhe piperi i zi nuk tretet plotësisht. Do t'i vendosim majdanozin dhe do e grim. Unë në fakt majdanozin e kam tekstuar edhe në recetat e tjera, videot e tjera. Në çdo supë unë hedh majdanozin sepse ka një aromë shumë të mirë. Më pëlqen shumë ajo aroma majdanozit. Jo gjithkush e pëlqen, ju dhe mund të mos ta vendosni, po unë e kam vendosur. Tani do të vendosim lëngun e pulës. Unë në fakt lëng pule më pëlqen më shumë në këtë lloj supe. Po në këtë rast kam vendosur një brodo pule dhe kam shkrirë në ujë të ngrohtë dhe kam vendosur. Ju mund të vendosni edhe me shije mishviçi. Mua pas para më pëlqen ajo shija me mishviçi. Do e lëm vetëm nga momenti që do marrë val vetëm 1 minutë. Një valme, se 1 minutë është shumë. E heqim nga zjarri dhe ja ku e kemi gati për ta servirur. Siç e theksova dhe më lart, supa ka ngjyrë jeshile, mase ndonjëherë nuk do t'i pëlqejë kjo lloj ngjyre, po ju siguroj se është shumë e shijshme. E kam provuar dhe është shumë e shijshme. Në qoftë se kjo recetë ju ka pëlqyer, do dëshiroja shumë që të më lini një mesazh atje poshtë videos. Do t'i vendos sipër disa kubik me bukë të thatë, ka në çdo supermarket, po ka edhe kubik të gatshëm. Mua s'para më pëlqejnë ato sepse mora një herë dhe dukesh buka shumë e thatë, shumë kështu si e fortë në gojë. Po preferova të merja nga këto pakot, e kam në kubik të vegjël dhe e kam hedhur sipër. Dhe ja ku e kemi supën gati, ju bëft të mirë. Dëshiroj që kjo recetë ju ketë pëlqyer dhe ju falenderoj pafund kushdo që më shef këto videot e mia. Dhe faleminderit shumë që më ndiqni dhe miru takofshim në videot e radhës.